Në arsim me punu është sfidë, mirë po, prapë se prapë një profesion kur e donë, ja del, vetë fjala grue, pa merr mendja ta jep një forcë. Çdo ditë jemi të sfiduar. Kemi situatat ndryshme me nxënës ndryshëm që na qosen. Kisha pas dëshirë që fokusi me qenë te arsimi, sidomos arsimit mesëm të ulët, prej 1 deri në 9, se aty bëhet baza, formsohet një fëmijë dhe me orientu atë për një karrierë sa më të mirë, për një jetë sa më të suksesshme. Me çka merresh apo punon? Jam arsimtare matematikës, po në arsim punoj. Se sa vite këtë detyrë? 20 vite. Koqa shumë. Po, mirë. Është vështirë punu në arsim? Po, është sfidë. Në arsim me punu është sfidë, mirë po, prapë se prapë një profesion kur e donë, ja del, dhe jam shumë e lumtur që punoj me fëmijë, me rini, me të ardhmen. Edhe mundohem me kontribu sa më shumë që ata të hecim përpara, të ka një jetë sa më të mirë, pavarësisht sfidave që i kemi, që ju thash, mirë po një herit, mësimdhënia është edhe arti në veti, kështu që jam e përkushtuar me arsim. Cila është sfida më e madhe në arsim, gjatë këtyre viteve që keni pasur? Sfida më e madhe në arsim, po ne çdo ditë jemi të sfiduar. Për shembull, kemi situatat ndryshme me nxënës ndryshëm që na qosen, mande zbatimi i reformave të ndryshme që patjetër duhet me ju përmbajt, për shembull kurrikula e re. Mirë po, kur kemi vullnet, prapë mundemi ja dalim, edhe prapë se prapë ka për më punu, kisha pas dëshirë që fokusi me qenë te arsimi, mi dhanë rëndësi më të madhe arsimit, sidomos arsimit mesëm të ulët, shkollave do të thotë prej 1 deri në 9, se aty bëhet baza, formsohet një fëmijë dhe me orientu atë për një karrierë sa më të mirë, për një jetë sa më të suksesshme. Ky mision i shtrejt që është shumë domethënë sa ju ka bërë dorëzoni na herë në jetë? Jo, dëgjoj, çdo punë ma merr mendja që i ka vështirësitë e veta, i ka sfidat e veta, njashtu edhe arsimi kemi pas momente që me të vërtet kanë qenë pak sfiduese ndoshta, por mu dorëzua sesi. Nuk kemi dorëzu as më herët, as tash nuk do dorëzohemi, vetëm kërkojmë pak vëmendje më shumë, përkushtim pak më të madh për arsimin, sidomos në ditët e sotme që mundemi vetë me vendos për gjëra të madhore, atëherë le të jetë edhe nëse dikush më i lartë e ndëgjon zërin tim, unë si një prej mësimdhënësve prej komunitetit madh të arsimit brenda vendit tonë, kisha apelu, ju lutem, kushtoni rëndësi pak më të madhe arsimit, se e ardhmja është në duart e fëmijëve tanë. Nëse do të kemi një ardhme më të ndritur, atëherë t'ju japim pak perspektivë edhe atyre të ndërtojmë një të ardhme sa më të mirë, sa më të begatshme. E çish bëhet kjo, duke na ofruar fillimisht neve kushte më dinjitetshme, pastaj infrastrukturë më të mirë për nxënës, me pas qasje më të lehtë në çfarëdo forme, edhe më merr mendja rezultatet nuk do të mungojnë. Çka ju bën kaq të fortë si grua? Përgjithësisht duket që shumë luftarake, shumë e fortë. Po vetë fjala grue, pa merr mendja ta jep një forcë, mandej edhe kur je nanë, jam nanë e lumtur me fëmijë të suksesshëm, fëmijë të shëndosh, edhe uroj çdo nanë me qenë një nanë me fëmijë të suksesshëm, me fëmijë të shëndosh, edhe normal profesioni të bën se kur e dush një profesion edhe mundosh gjithmonë me dhënë maksimumin, edhe pse nuk jemi ashtu do të thotë përkryer, asgjë nuk është e përkryer, as puna ime ndoshta si mësimdhënëse nuk mundet me qenë e përkryer, mirë po dëshira, vullneti për punë mundohemi mi arrit çdo objektiv që e kemi. Nanë e suksesshme edhe me fëmijë suksesshëm, cila është ai bazamenti kryesor që do të pas një nanë? Ma merr mendja, familja është qeliza kryesore me një shoqëri. Nëse ki një familje të shëndosh, një familje të mirë, atëherë ma merr mendja që edhe fëmijët do të jenë, se fëmijët janë brumi joni, ne si gatuajmë ashtu edhe ata do të formsohen, familja është e shenjtë, edhe në qoftë se i shtojmë kujdes normal edhe fëmijëve edhe mbarvajtjes shkollimit tyre, edukata që është një prej elementeve primare, ma merr mendja që suksesi nuk do të mungoj. Pa marrë parasysh që çdo individ, çdo familje i ka sfidat e veta. Mirë po, nëse i kyçemi ashtu si duhet, atëherë edhe çdo problem ka zgjidhjen e duhur. Mesazhi juaj për fund për gjithë nanat, për gjithë gratë? Mesazhi im për gjithë nanat, për gjitha gratë, mos dorëzohi, bëni ju vetvetja,
jeni më kërkuese, luftoni se duhet të kemi drejtat e barabarta, ma merr mendja veç ma po trajtohemi barabart, nuk shoh që ka dikun diskriminim, do shta dikun me një cep ka diskriminim, po kështu në vija trasha, ma merr mendja që jemi mirë me kohën, mos t'i keq përdorim gjanat, edhe kjo është një mesazh për mu, mos të keq përdorim, të jemi të dinjitetshme, mas pari të jemi nëna, gratë të devotshme, e mandej çdo sent tjetër vjen me radhë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi me së dashur juve, të uroj më të mirat.